Jo, në gjatjeta dhe shumë përshëndetje. Shumë të nderuar shqiptar. Zgjedhjet dhe pakor vinë, pothuajse erdhën. Zgjedhjet janë proces jashtëzakonisht i rëndësishëm, por edhe një mrekulli e demokracisë, e shprehjes vullnetit lirë, e qytetarëve të lirë, e shtetësve të lirë. Pra, shprehje vullneti, ashtu siç është parashikuar në kushtetutat demokratike, dhe shumë të dashur shqiptar, kjo është një veti vetëm e qytetërimit europian, perëndimor ndryshe, edhe jo e popujve dhe kombeve dhe kontinenteve të tjerë. Për dash shqiptar, siç edhe ju edhe ne, edhe unë, pra gjithë ne bashkë e dim gjendjen, situatën, realitetin e vërtet, e prekshëm, realitetin e prekshëm në Shqipëri, në veten tonë, familjen tonë, në shoqërinë tonë, edhe në shtetin tonë. Pra nuk ka nevojë, pothuajse, të shtosh apo të zmadhosh asnjë fjalë më tepër. Gjithçka do të ishte iluzive, abstraksioniste dhe manipuluese. Por unë i drejtohem shqiptarëve edhe shqiptareve që nuk kanë ndonjë përfitim apo nuk nxjerrin bukën e përditshme të mbajtjes së vetes tyre dhe të familjes së tyre dhe të fëmijëve të tyre. Pra u drejtohem shqiptarëve dhe shqiptareve që me Partinë Socialiste nuk han bukë dhe me Partinë Demokratike nuk kanë ngrënë bukë, por i kam mbështetur. Unë besoj dashur shqiptar që kjo pakicë përfituese nga partitë politike, si Partia Socialiste, Partia Demokratike, LSI-ja, e Floriri dhe Hajdutërisë, për shembull, jam dakord me këto persona, me këto familje, që me mbështetjen e këtyre partive sigurojnë jetesë. Është shumë e rëndësishme sistemin demokratiko-kapitalist të sigurosh jetesë. Pra diku burimi për të jetuar duhet siguruar, dhe duhet mbrojtur. Dakord, me ju jam shumë në rregull, por nuk ju drejtohem ju. Ju drejtohem pjesës tjetër, e cila është pjesë që unë besoj që është mbi 95% e popullsisë së shtetit shqiptar. Dashur shqiptar dhe shqiptare, a jeni ju të vetëdijshëm se kujt do t'ja jepni vot besimin tuaj, delegimin tuaj për kuvendim, për të folë për ju,
ose për ne? A jemi ne të vetëdijshëm se ku do ta orientojmë votën tonë, besueshmërinë tonë, delegimin tonë? Sepse ne duhet të dimë dash shqiptar që këto zgjedhje me 11 maj janë zgjedhje politike dhe jo administrative lokale. Janë zgjedhje politike. Zgjedhje që do të orientojnë politikën e Shqipërisë nesër. Politikën tonë të përgjithshme. Pra, janë zgjedhje që më tepër kanë të bëjnë me sigurinë tonë orientuese në parim politik dhe jo në parim administrues, siç janë zgjedhjet lokale që do të vinë pas 2 viteve. Por unë besoj ta shqiptar që ne duhet ta orientojmë, duhet të jemi të kulluar mendrisht dhe pa emocione, pa ngarkesa. Unë në sistemin demokratiko kapitalist presupozohet që qytetarët kanë një nivel të dishmërie të mirë dhe të lartë dhe të barabartë. Nëse ju dash shqiptar jeni të kënaqur me përfaqësuesit tuaj, me të deleguarit tuaj në kuvendin kombëtar të shtetit, atëherë në rregull. Por problemi është se ne jemi të vetëdijshëm që pakënaqësia është shumë e lartë. Është shumë e lartë. Janë po këta kuvendues, po këta deputet të zgjedhur nga ne, të cilët ata na harrojnë lagjet tona, familjet tona, miqësitë tona. Dash shqiptar, e keni vënë re si komunikojmë me ju, ku jemi, ku im, në rrjetet sociale, në rrugë të përditshme, ose thotë përshëndetje miq, aty s'ka pa kurrë. Ten manipulator. Janë njerëz miserabël. Janë njerëz të kategorisë së ulët. Dash shqiptar. Në kuvend duhet të jenë njerëzit me fisnik nga ne. Kuvend nuk shkohet për të bërë para. Kuvend shkohet për të përfaqësuar popullin, zonën tënde elektorale, zonën zgjedhore që të ka zgjedh, që të jep vot besimi. Kuvend nuk shkojnë bosat. Kuvendin nuk mund të dot familjet mafioze të komandojnë përfaqësuesin e popullit. A e rënd kjo ta shqiptar, shumë e rënd. Prandaj, le të zgjedhim fisnikët dhe fisnikët. Le të zgjedhim ata që nuk të ka marrë para tuaja. Le të zgjedhim ata që i njohin historinë e kombit tonë, të shtetit tonë, ligjit tona, kanunet tona, vlerat tona shtetërore, kombëtare, lokale, zonale, krajinore. Të zgjedhim njerëzit e ditur. Mos çoni dash shqiptar biznesmen parlament. Mos çoni njerëz të deleguar nga krimi në parlament. Mos u besoni atyre, sepse do t'ju duket parlamenti një mbledhje i njerëzve të ligë,
i njerëzve anadollak, i njerëzve kriminel, e shërgjive të pamoralshëm. Do t'ju rëndojnë jetën 4 vite rresht. Mos qoni dash shqiptarë, deputet që ju i keni frikë kur i shihni. Mos qoni njerëz që ju thatë për shtyma ngoj kur i shihni. Mos qoni arrogant. Mos qoni njerëz që janë të sprovuar në tradhtim ndaj jush. Mos ja jepni këtë delegim. Zgjidhni njerëz fisni, njerëz të urtë, zgjidhni qytetarë. Zgjidhni ata që ja u kanë vërtetuar që janë në anën tuaj, ekonomike, sociale, politike, kombëtare, historike, e vlerave të ndryshme të shoqërisë dhe të avëut tonë Shqipërisë. Këtë mesazh munda t'ua jap me shpresën dhe me besimin se fjala ime do të zëjë një vend. Mirupafshim dhe mirë bashkë bisedofshim.